Shumë të nderuar, mirë se erdhët në përballje. Unë jam Muhamet Hajrullahu. Natyrisht, pas çështjeve politike, ekonomia, biznesi, ndërmarrjet në Kosovë është tema e dytë më e rëndësishme që do të duhet të ishte tema e parë. Andaj sot do të flasim se cila është klima ekonomike e të bërit biznes në Kosovë, cila është ekonomia e Kosovës apo në fakt cilat janë sfidat, problemet e ekonomisë në Kosovë. Çfarë po ndodh me CEFTA-n, Kosova, çfarë po ndodh me MSO-n dhe çështjet të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik në Kosovë. Andaj për të diskutuar për këto tema, unë kam ftuar në studio ndërmarrësin e Kosovës, zotrin Gazmend Abrashi, në përballje ku do të flasim për këto tema. Zoti Abrashi, më vjen mirë që po takohemi. Vjen mirë këto rrethana shumë pozitive. Nuk mundem mos më janis intervistën pa ju thonë që keni atmosferë shumë e shkëlqyeshme kur hina në ndërtesën e telegrafit në një vibe shumë pozitiv, vajza e graje, burra e njerëze, ju përgëzoj për punën që jeni të bëu, edhe për rezultatet tregon tregu ku jeni. Urime. Andeni shumë, zoti Abrashi, e di që na kemi bashkë biseduar në rrethana të ndryshme, bashkërisht për tema të ndryshme, por na bashkon gjithmonë ekonomia, çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, aspekti i biznesit. Nëse marrim nga retrospektiva jote, nga situata e të kaluar dhe tash ku je në pozitën e ndërmarrësit, ku është ekonomia e Kosovës, le të themi, cilat janë sfidat kryesore sot që ju e keni si ndërmarrës, ose e shehni realisht? Mund pikan vështrimit tem prej një njerëzit i cili është një ndër tatim paguesi më në Kosovë në kontakte me shumë shokë me që janë tatim pagues me i kemi problemet e njëjta dhe shohim vizionin e Kosovës paka shumë e shohim njëjtë me ne që jemi në një regresion serioz, sidomos 3-4 vjet e fundit, për shkak se Kosova po mirët shumë me politike, po mirët shumë pak me ekonomi. Thonë, njerëz të politikës duhet me kuptu që mund është me qenë interesant, partner interesant në politikë nëse ki ekonomi zhvillume. Dhe me thonë, interesi është ai i cili i lidh shtetet, e lidh lobimin me një shtet çfarë është Kosova, për shkak se tregu i Kosovës është ai i cili ju intereson partnerëve tonë, ose tash të bashkësisë ndërkombëtare, edhe varësisht prej peshës tregut që e kemi, ka me qenë edhe pesha, edhe fokusi sa ka me pas ekonomia, atë me evropiane ose amerikane që na vazhdimisht e ftojmë si ndihmë, si përkrahje, duke e anashkaluar shumë potencialin ndër shqiptar që kanë Kosovë, në Shqipëri edhe në diasporë. Mendoj që unë jam njësi mirë i regionit edhe jam njëri i cili po në region. Dhe lëviz në temat rajonale që janë shumë të rëndësishme, sepse jo rastisht e përmenda në hymje edhe çështjen e CEFTA-s, sepse është tregtia e lirë, janë bashkëpunimi rajonal, edhe për me ndërlidhje të kjo, jemi të shkuar në drejtim të mirë në këtë aspekt? Mendoj që ke bo gabime kardinale, kruciale ke bo edhe me nënshkrimin e CEFTA-s, edhe me nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit dhe asociimit, po flas gabime të cilat janë të pariparueshme, për shkak se në atë kohë CEFTA është një dokument në të i cili i përfshin shtetet e regionit, e Ballkanit Perëndimor, Kyçën edhe Moldavin, që në kupton që është tregtire lirë me shteteve. Tregtire lirë në kupton që nuk pagujmë dogan, përpara e kemi pas dogan në 10%, edhe kemi ul doganën në 1%, po flas për marrëveshjen e CEFTA-s, gjësa marrëveshja për stabilizim asociimin është edhe më tej dokument doganor, i cili është shumë pak ka politik, ka shumë elemente ose numra doganore të cilën përfshihet ideja që suksesivisht të zvoglohet dogana prej 10 në 1 ose në 0, në kundërvlerë Kosova e merr mundësinë që të eksportojë në shtetet e Evropës me 0 dogan. Po me 3 fjalë e kisha shpjeguar. Në atë kohë kur është nënshkruar marrëveshja e CEFTA-s, po flas ka qenë dashka marrëveshja e parë ndërkombëtare me që kon gabim trashanik i Kosovës, që është nënshkruar për një arsye. Për shkak se është fakt që Kosova e ka hap tregun ndaj shtetit Ballkanit Perëndimor, edhe Ballkani Perëndimor Kosova ka mujtë me eksportu në Ballkan Perëndimor me 0 taks. Po çka ka ndodhur? Ekonomitë e shteteve të regionit kanë qenë 10 herë më zhvilluar se sa të Kosovës, na kemi dalë për një ekonomi depresive dhe të luftës, edhe numrat kanë tregu
edhe tregojnë që deficiti tregtar mbetet në përqindjet e njëjtë, na jemi dikon 85% me 15% import me eksport, edhe pse lëviz ky numër, po jo shumë. Për shembull, sot e kemi situatën kur jemi dikon 5.6 miliard kemi import, gjithsesi 860 milion kemi eksport, edhe kur e sheh numrat në përqindje jemi në numrat e njëjtë. Në atë kohë mendoj që është bërë gabim kardinal se është dashur me met, tash nëse kushtimisht themi që 5.6 miliardë kemi importin, sikur të kishte qenë dogana 10%, edhe 10% i TVSH së dytë, ne Kosova i hub prej kësaj marrëveshje të 600 milion euro në vit, po nuk ka kurfar benefiti, për shkak se lëvizja prej marrëveshjes sepse deri sot ka treguar rezultat zero, ose jo zero. Themi që numrat nominalisht jo rrit, për shkak se para 10 vjetë ka qenë 160 milion eksporti, tash është 860, por në proporcion rrit edhe importi. Kështu që në përqindje kemi mbet parametra njëjtë që vërteton që sipas meje ka qenë gabim kardinal. Atëherë kur kemi hidhen CEFT, po edhe në marrëveshje të stabilizimit asocimit, e cila realisht në kupton që veç është rrit edhe tregu i Evropës. Po e qartë, kena hi në tregun e madh të Evropës. Kemi hi edhe tragedia më e madhe është që suksesivisht Kosova qysh i ka zbrit doganat ndaj Evropës, kompanitë të mëdha multinacionale e kanë hyp çmimin në proporcion të doganës që kemi zvogluar. Edhe me një dijeni shumë të vogël të ekonomisë, në kuptohet që fituesi më i madh kanë qenë kompanitë të mëdha që kanë eksportuar në Kosovë. Kosova ka qenë më e mangët për, edhe am shembull, ndikon rreth 600 milionë euro në vit, multiplikoni këto me shumën rreth 2-13 vjet ose realisht prej 2007 e sot, atëherë kemi humbje dikon rreth përmisa 1 miliard euro që nuk i kemi inkasu. Nuk po du me në lukë. Me qenë edhe skeptik, okej, se unë e fillova thash ka dalë. Do më thonë janë këto të diskutu për CEFT-an, e pas rolin e Gjermanisë, dhe një presion që është ndonë ndaj qeverisë Kosovës të tema politike. Nuk po du me lonë për shtyqëm euroskeptik, për shkak se unë edhe kom qenë koordinator nacional i Ballkanit Perëndimor, edhe kom qenë urë lidhëse me shteteve, edhe kom punu shumë në CEFT. E thash që ka qenë gabim kardinal atëherë. E shpjegove historinë, e qartë. Po me elaboru pse ka qenë gabim kardinal. Po është gabim i pariparueshëm. Më thonë, atëherë Kosova ka pas nevojë mu integru me një organizatë, për shkak se kem qenë të mangët, në atë kohë kem lyp organizata ku mundem integru, edhe për mu është okej. Nuk mundem u kthym mbrapa, po nëse nuk dim, unë mendoj që njerëz A muj me nxjerr diçka zoti Abroshi më mirë këtu. E tash çto është se jena brenda në sistem. Njerëz e suksesshëm thojnë, nuk kanë marrë nuk jam mësu prej sukseseve, po jam mësu prej dështimeve. Do të thonë dështimi duhet me qenë ai që të ka mësu. Do të thonë secili ekonomist këtë parametër jo mi gatshëm u ballafaqu me këndo. Këto dy shënime që thash ose mendimet mia lidhe me CEFT edhe marrëveshje stabilizim asocimi na ke mujtë dhe mundëm në negocime sipër me përdor prellemana ose metoda tjerë për mbrojtje ekonominë e Kosovës, për shkak se historikisht është vërtetuar që s'ke mujt me lëviz prej deficitit tregtar i cili është sill 85% me 15% edhe nuk ka as parametra me lëviz. Nuk është ideja tash me përqesh qeverinë parakalume me qeverinë sot, për shkak se unë shumë shpesh i shoh analistat sot, analiza e ne vendimit që është bërë para 15 vjetë, pika ndështrimit sodit është shumë jo relevante. Edhe mendoj që nuk është rregull. Ndoshta atëherë kur është nënshku marrëveshja CEFT se ma vonë marrëveshja për stabilizim asocimi ka qenë rrethana tjera, por unë them që njerëz që janë politik duhet me qenë larg pams, duhet me konsultu edhe komunitetin biznisit për e mujtë të marrë parametra real para se u marrë një vendim i cili ka qenë edhe është strategjik për Kosovën. E vërtet, edhe e shpjegum, mendoj këtë çështjen te kjo pjesë, po du me kthy pak prap debatet e kopashme në Kosovë, edhe nuk mundesh me ik edhe tek këtij diskursi publik në parlament, mes qeverisë, mes partive opozitare, mes ekspertëve të fushës ekonomisë, për buxhetin, rritjen e punësimeve, investimet e huaja, shifrat statistikore, të gjitha këto natyrisht që nga këndvështrimi si ndërmarrës, si dikush që përcjell gjatë, i shen edhe i vren edhe ki reagim natyrshëm. Po du mundote dy tri çështje për nashta me mujt me na shpjegu si ndërmarrës ekonominë e brendshme, se jo të gjithë na e përjetojmë ato që do të jetë. Pandemia dhe pasojat kalon.
lufta liberalizimi vizave në Kosovë dhe lëvizjet e tregut, ndikimi i luftës në Ukrainë, aspektet gjeopolitike, të gjitha këto, inflacioni i lartë, dhe kjo lufta e brendshme e qeverisë me partitë opozitare për shifra, që e kemi çdo ditë, ne po e shohim, edhe ju e shihni si unë. Por unë prandaj po ju pyes juve si ekspert i fushës, që mund sepse përjeton ma lehtë. Nëse e marrim, ju e thatë një regres, fatkeqësisht, domethënë, edhe flasim edhe sot ma shumë për politikë si sa për ekonomi. Edhe unë kam ma shumë politikanë intervjistë si sa ekonomist, e që kësha dosh me ndru. Qysh me ndru gaz qëta? Dëgjom, unë zakonisht e përdore një batut, thëmë që njerëzit e politikës, nëse kanë marrëveshje 2+2, mundën me qenë edhe 4, edhe 5, edhe 6, marrësisht çfarë është marrëveshja, që na që vim për ekonomisë, dim që 2+2 bojnë 4. Unë kam qenë deputet në Parlament Kosovës, ka shumë kolegë të mi që janë në Parlament Kosovës, që janë njerëz të mirë të ekonomisë, janë pak i surprizuar, që nuk e ngrisin zorin se ka qaq argumente të prekshme me vërtetu që kemë probleme serioze ekonomike, menoj që populli sot është vendisu deri në qatë mars, sa që do me ndëgju gjuhën e argumentit. Nuk është ideja këtu me parafrazune, a jam në krah politik të majtë ose djath, a jam qendrë, është ideja me thonë argumente. Menoj që parlamenti i Kosovës është fatkeqësi që kohëve të fundit ka veç formë, po kurse si edhe përmbajtje. Nëse du me elaboru, këta du me thonë, kur del dikush në foltorët parlamentit, e thot një fjalë e cila ka pesh në opinion dikon rreth 4 orë ose 5 orë ose një ditë. Më thonë, shumë shpesh na kur marrim me pikape, a e pa çka i tha Gazi, a e pa çka tha Muhameti. Realisht nuk ka përmbajtje. Më thonë, Kosova ka nevojë për projekte të qëndrueshme ekonomike. Projekte të cilat realisht kanë shty shtetin përpara 50 vjet e fundit. Baballarët tonë e kanë ndërtu elektroekonomi Kosovës, e kanë ndërtu ferroniklin, e kanë ndërtu hekurudhat e Kosovës. Këtë këto e kanë ndërtu sistemin e Iberdepenc, i cili atë kohë ka kushtuar dikon 4 miliardë gjysmë mark. Do thonë çka ka ndodhur? 35 vjet, 40 vjet kanë kaluar, nuk ka asnjë projekt i madh makroekonomik. Do thonë, ideja është që nuk po shohim për te një asfalt që duhet me shtru një rrugë, e me shku me aryp dikuj do vota, apo kupton? Ose mi ndërtu 3 shtylla elektrike me alyp dikuj do vota, ose mi premtu që ka mi aqu autobanin deri dikun e mos mi aqu. A moj me qenë me majt drejt për drejt me pyetje, se që tu bëndu me ndollë. Pra, po thu që Kosova ka munges të projekteve madhore, edhe dorën zemrë gjatë 2 dekadave të fundit, përveç autostradave, sot Kosova nuk ka godin, vjen një delegacion shumë i madh, ke qenë qeveria dhe e den që është me hjek me pru një delegacion të madh, Kosovës ki institucionale, ki fatmirësisht private dhe shumë mirë që janë, por shteti i Kosovës sot i ka munges të institucioneve të veta që një delegacion me pritski takimi i 2 qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë i edhe dini që është më angosht e të gjitha ato. Pra, ato janë në institucione private, shumë mirë që janë, se mos të shëngonë, si shëngonë s'ku mi majtë. Këto po du me ndëllit të ajo që adresove me shumë të drejtë, të vizioni, apo mungon, do më thonë, është të na mungu që kjo vizion? Dëgjani, unë kom punu zyret kryeministrit edhe kom punu integrime rajonale. Na jemi vetëm një shtet që s'kemi rezidencë shtetore. Ne kemi rezidencë shtetore, as për zyret kryeministrit, as për zyret presidentit shtetit, as për presidentit parlamentit, as thjesht për një populizmit të shtërt e prum, që na e shohim ato si që jo diçka ekskluzivitet, unë menoj që aparati shtetnor i Kosovës duhet mi gëzu të gjitha parametra, gjitha... Kush do që vjen pushtet pastaj? Do që vjen në pushtet për me pa se është percepcion i palës të retë, kur vjen me të pa, kur ta shë oborin në shpis, kur ta shë shpi në mënyrën shëpret e kryon një percepcion të parë për veti. Më thonë, këj populizmi nga shkatraj. Unë menoj që kryetari i shtetit duhet një pas kushtet më të mira në Kosovë. Duhet një pas rrogën jo 2.000 euro, duhet një pas 10.000 euro. Kryeministri duhet me vëzit kërën më të mirë. Kryeministri duhet me pas shërbimin më të mirë, për shkak se prej një qëndrimi tim varet jeta jeme, varet jeta ju. Do të thonë duhet me dalë pi vorbullës çfarë e kemi ndërtu. Na kemi kriju një shtet social. Është, do të thonë, nëse e merr e analizon strukturën e buxhetit shtetit, ti e shet që
buxheti që i dedikohet social është më i madh në Kosovë. Më thonë, unë e them, është më mirë dikujt më ia fal një peshk çdo ditë, a më ia bleni shtag me nxon peshqi. Na e kemi përdorur çat populisti mi dhon vazhdimisht ka pak peshk milion me gjallë, gjersa unë jam i thari asaj që bleja shtagën e del në zënë peshkun vet. Po kthehem në ato që kem të fol, në projekte makroekonomike. Do thonë, Kosova ka nevojë, është fundamentale me ndërtu rrjetin hekurudhor që ka dalë ndeti. Do thonë, rrjeti hekurudhor në kupton me shku prej Prishtinës deri në Tiranë. Ajo që po quhet Prishtinë-Durrës, Po me shku në Tiranë pse jemi shqiptar. Normal që jemi shqiptar, jemi miq, jemi një popull i përbashkët, po kemi interes nacional me dalë ndeti. Zhvillim. Për shkak se është një zhvillim, një analizë që është bo. Transporti hekurudhor është diku në 16 herë ma lirë se transporti me maun. Çka nuk kupton që nëse na e kemi një produkt, na nuk kemi shi televizor, as elektronik, na shesim bujqësi ose shesim senet që vlera e peshë, vlera në maun është e vogël. Nëse e gjojmë transportin e lirë, kemi dalje ndeti. Kur dhe ndeti, transporti ma i lirë në botë është ndeti. Në mëtona duhet me dalje në dorës. Për informat, ju e kom barë informatën dje, shpresoj që është definitive, që qeveria e Shqipnisë është projekt cilin në atë kohë kom punu dhe jam i kyçën, veç e ka marrë vendimin që Hekurudha do të shkoj prej Tiranës në Shkodër, prej Shkodrës do të vjenë Marësi Gjakovës, e prej Gjakovës do të hynë në Kosovë e do të vazhdoj tutje. Më thonë që është, besoj, nuk është zyrtare kjo, është ju zyrtare, po në atë kohë na kemi insistu që Gjakova të lidhet me Hekurudhë, për shkak se ekziston zona ekonomike e cila është shpallë zonë ekonomike 510 hektar ndalje të Gjakovës, edhe ideja ka qenë atë kohë me bo hubin më të madh për lagerimin e kontenerëve, të cilët mandej do të shkojnë për Evropë për veri. Nëse këtë informatë e mora dje ose par dje, më ka gëzu shumë, për shkak se lidhja e Shkodrës edhe Gjakovës është element shumë i mirë për shkak se për dëgjues e telegrafit, ura që do të ndërtohet mes Velipojës edhe Malizi, që e shkurton për 73 km rrugën për Ulqin, e qëtë Shkodrën pak prej lojës. Kushtimisht në thojza thëmë, për shkak se arsyeja vetëm pse na shkojmë prej Lezësh në Shkodrë është për me kalu urën, se s'kem ku me kalu. Po ky projekti që do të ndërlidhet Tirana me Shkodrën, Shkodra me Gjakovën, mendoj që është Eriksen. Po kthehem në projekte makroekonomike për të cilat fola. Mendoj që Kosova ka nevojë për këto projekte. Kosova ka nevojë me pru gasin Kosovë. Pra për zhvillime të mëdha. Jo shtrimi asoj urës me 5 jo çështje të vogla, domethënë ato gjithçysh se janë çështje që na ato njerëzit kushtet jetësore janë normale, mirëqenia jetësore, ditore, të gjitha këto. Por jemi të folë për pak më të mëdha, jemi të folë për projektet e mëdha. Po them, nëse më lejon pak me vazhdu, se jemi të folë për makroekonomi. Shumë shpesh e përmeni, edhe citoj, edhe kom qep më dëgju dikush, me më analizu, se me thonë ashtë ta s'kom drejt. Kosova është i vetmi vend në Evropën juglindore, se në ashtë Evropë që nuk ka gasjelc, nuk ka gas natural. Me thonë, gasi është energjenti ma i lirë, për gjitha energjive tjera, për hidrokarbureve, nuk po flasë për këto energjit me ere edhe me djel, më thonë, na e kem mundësin, edhe kem pas mundësin fundamentale që të lidhem me gasjelsin TAP, Trans-Adriatic Pipeline, gasi cili vjen nga Azerbejgjani, i cili veç e ka kalu Gjorgjin, Turqin, është ndërtu një hub në Fierë edhe i njëjti ka shku nën Bregdetin Adriatik dhe kam rrinë Itali. Na e kem mundësin me u lidhë në Fierë, do më thonë edhe me pru gasin me pru në Kosovë. Po, qka është një sen me rëndësi? Krejt bota ka diplomaci të ashtu quajtur diplomaci energetike. Diplomaci energetike. Na me nëzizdia e kena bo diplomacin ekonomike, e ti e din që edhe se kjena të mirë, edhe ti po fletë për diçka që është shumë rëndësishme. Diplomaci energetike. Këtore të gjitha. Vërtet është diplomacia energetike. Na thojmë që është fundamentale një shtet me pas në thojza autonomit vetë duhet me pas energetike në siguru. Në më thonë energjin. Sot më të nalë rryma një avdit qytet, ki problem
elementar që me funksionu. Në më thonë, na e kemi veç një burim, e kemi 2 termoelektranat të cilat janë stër vjetrume, edhe nuk kemi kur gjo. Këto energjit, panelet për cilat flasim që 10 vjet, edhe energjia me erë, në vitin 2021 është lëshu Selaci, kemi 105 MW, po na kemi mundësi edhe projekte me ndërtu shumë ma shpejt. Partneriteti publiko-privat është diçka që faktikisht ne kemi infrastrukturë shkëlqyeshme ligjore, po nuk funksionon. Nuk edhe ku po du me dalë. Po du me dalë në këto që logjika e politikës sodit kemi ardhë është kjo. Sa ma pak që punon, ose sa ma pak projekte që ndërton, ki ma pak element dikush më marrë me ty. Në më thonë, nuk mundet. Më thonë, ideja kur dikush e krijon një projekt, atër krijohet një vorbull, ka marrë pare, është... Nëse s'punon shumë, s'ka korrupsion atë. Si janë nisin me full për tendera. Na e kemi posë sot një qeveri, e cila i ka 50%, e cila... Tiranën e kemi në Shqipëri kontrat që saj. Tash atje fullet shumë për qëto tema dhe tjetë denzës po të njëjtën kohë ka... A di qysh, na shumë shpesh e kemi një reper ku jemi na, ku Tirana. Ku jemi na, ku kryeministri Kosovës, ku është kryeministri Shqipnisë. Ka logjikë se jemi ne. Ma na duhet më krahasu me Evropë, duhet më krahasu me Finland, me Norvegji, me Austri, parametra tjerë. Unë e kuptoj pse u kriju kjo atmosferë për shkak se liberalizimit vizave s'ke mujt me dalë, kemi shku deri në Tiranë, bota ka ecë përpara. Unë jam gëzu shumë. Që ka ndodhë edhe liberalizmi, se menoj që njerëz edhe shohen. Edhe pse numrat në ekonomi kallzojnë që është ndodhia më e keqe që ka mujt me ndodhë. Çtu do të më kthy te fundi, zoti Abrashe. Po, në aspektin politik, edhe në aspektin jam gëzu që të rrit mundën me dalë, jo me po veç Tiranën, me po dhe Ljubljanën dhe Zagrebin, do të po dhe Italinë, po Pragën e Çekirë e kështu me radhë. Ku po du më ndalë te fundi, se po na shkon ku një jashtëzakonisht interesant 2-3 çështje në makro, në zhvillim, në projektet më dhaja diskutum. Po du më kthy pak te të bërit biznes në Kosovë edhe sfidat dhe problemet. Do më thonë, unë e thash në fillim, aspekti geopolitik, inflacioni, çmimet të larta, pandemia fillimisht, pastaj lufta në Ukrainë, tash lufta në lindjen e mesme, tash një vetë përbojmë nga sulmi në Banjsk, i cili gjithashtu ndikon në imazh, në perceptim tek investitorët, tek problemet, edhe nëse gjenë një investitor për me arë me bashkëpunu në Kosovë, kanë që si probleme, është Kosova sigurt, aspekti sigurisë, të gjitha këto ndikojnë. Pastaj liberalizimi i vizave. Ku janë sfidat kryesore në jo makro, se folëm, po në aspektin lokal tashme. Ku e shenjtë se ndërmarrës? Në aspektin lokal është pak e çuditshme nëse e shiqon mediat në çka janë të përqendruar, qeveria, shteti, është kryesisht tema Serbia, Kosova, Serbia, Kosova. Verjo. Unë e kuptoj ato që ka ndodhur vitin e kaluar, edhe e inkurajoj shtetin për masat që i ka marrë, për padin që e ka ngrit, domethënë, ka qenë akt akuz, procese kështu me radhë. Po nuk o Kosova veç Veriu, nuk o Kosova veç Mitrovica, unë e vetë Mitrovica lijem. Në më thonë, beba që është Mitrovic, edhe, po na duhet me jetës për para. Në më thonë, na kemi me të robë të një tregimit i cili është Mitrovica, të cilin e kemi dhonë drejtim, po na kemi dhe probleme tjera. Na mesazhe, më thonë, mesazhe, na si të marrë me kushtë tjetër. Nuk ka temë, më thonë, nëse unë i shoh çdo mramje, është tema, diskursi publik është e njëjtë. Më thonë, fëmijën e vogël me vetë, a ka me të pranuar në Serbia, në një të afërme, e din që jo. Na veçim të up energji. Më thonë, njerëz nuk e kuptojnë. Serbia sot është shtet i cili ka 44 miliard euro eksport. Dhe më thonë, ka eksport ma shumë se krejt shtetet e Ballkanit perëndimor bashkë, herë e dy. Dhe më thonë, ekonomikisht është e fortë, shumë shpesh. Na thojmë qysh nuk përshërtojnë bashkësia ndërkombëtare Serbinë. Po çta numra kallëm se është interesi fundamental. Ose na thojmë e kemi vënë barierë Serbisë. Bariera Serbisë numra tregojnë që është diku në 500 milion euro. Importi i Serbisë ndaj Kosovës edhe 45 miliardë kanë. Do të thonë, po e kuptoj logjikën e qeverisë që po ka kriju një farë vorbull në bashkësinë ndërkombëtare që jem refuzues. Jem refuzues. Edhe kur të krijohet, për shembull unë jam pronar i kompanisë dhe kam 650 njerëz. Edhe kur e krijon një percepcion për dikon që pa punëtor, është interesant. S'po di çka është në gjendja e me bo, apo kupton?
bajagisht shumë vynë me punu për me ndryshu mendim. Pro, për kësona që për kuptoj që po thuni zoti Abrosh se jemi te kjo pjesa e fundit, kam 2-3 pyetje shkurta, është që domethënë që to problemet gjeopolitike të mëdha ndikojnë edhe në ndërmarrësi, në zhvillim, në biznes, në të gjitha sepse fokusi është diku tjetër edhe mandej këtu ka pak fokus. Se edhe te partitë politike nëse e shen te programi të gjitha janë krejt gjithçka lul, gjithçka në rregull. Në momentin kur po vjen në pushtet, pastaj po ndryshon diçka edhe rrethonat. Unë jam si më thon, e kom përjetu vet të gjitha qeverit, gati që 20 vjet edhe e di hala pa fol, e di saktë se ku kena me përfundu. Fatkeqësisht. Unë na duhet me drejtu tash kënej, po çysh me drejtu ka kjo pjesa ekonomike, ndërmarrësia, zhvillimi. Dëgjom, lufta në Ukrainë prej se ka fillu, më thonë, na makroekonomikisht, më thonë, jemi shtet jashtëzakonisht i dezintegruar në region. Për ato çfarë do lloj krize që ardhën në region, ose diçka që o pozitive neve s'na kanë fiktu. S'ka pas kur efekti se jemi dezintegruar. Do të thonë nuk kem, vetë fakti që jemi jetojmë në një shtet, kem raporte të këqija me Shqipërinë, me Malinezinë, me Serbinë, me Bosnën, do të thonë nuk kem të integruar. Po, na i kem 2 lami të ekonomisë të cilat realisht me këshyrë suksesivisht, 20 vjetë fundit është hoteleria edhe ndërtimtaria. Realisht, nëse unë e menoj edhe e vërtetoj që një 70% GDP-s na vjen Prishtinë 2, po, çka po ndodh me hoteleri? Me hoteleri po ndodh që është në shumje e sipër. Ju jeni dëshmitar që ka më ndodh në Prishtinë. Dhe më thonë, mbyllën restoranet në orën 8, në orën 11. Vjen policia i mshel në orën 11:30. Jeta e natës e kena po, do me thonë... 80% nuk funksionon. Jeta e natës, nuk ka ideja jeta e natës... Jo, se ato kanë zhvillim, ka zhvillim, po pikrisht pra, do me thonë. Në shumë biznese, kur jemi të restoranet të vjeta që kanë funksionu që 25 vjetë, 2 dekada në Kosovë, janë shu dhe në shu mbyllje edhe sipër, edhe i kena po na. Mbyllje sipër, po kjo është si lokomotiv. Më thonë, shumë njerëz, 10 vjetë e fundit, prem të shtun e dillës, Zvicër, Gjermani, Suedi, Milan, Norvegji, Itali, kanë ardhur në Kosovë pse kanë një vetën mirë. Edhe aty në Maliri ju ka kushtu, me pagu një bilet aeroplanit, me ardhë me pa Muhametin dhe Gazin, më shtu me pi kafe, edhe me dalë me ne den. Se ka mendon që po ndodh kjo? Apo lëvizin tash njerëzit e Kosovës po shkojnë mundësia liberalizimi me ec pak pranë të shtun e dille, përveç që e kena pas një Shqipëri. O, si jem të ofru kur gjo. Ide është e vërtet. Më thonë, nëse ti unë nuk jem njerë që dalë shumë shpesh më ramje. Po bjen me dalë, po shumë shpesh ballafaqona, shkojmë në një vend ku ka muzikë, vjen policiera në ora 11, hashën në avantkredive. Tu se kemi vrarë dikon. Për të cilën unë them, ata nuk kanë fajsën ekzekutiv. Po pe merr dikush me analizu pikojt, po vjen hyrat më ndaj, është hotelleria, po flasim Prishtinë, hotel çka po ndodh? Nalet numri i fluturimeve në Prishtinë, nalet interesi i aviokompanive marrë në Prishtinë, po për shembull te ki sot Shkupin, që është fatkeqësi, domethënë, është më frekuentuar se Prishtina. Është aeroport në të cilin janë 46% është e vërtetuar janë udhëtar të Kosovës. Tash dikush duhet me qit gisht i grymë me thonë, është e mujtur, po pse është, apo kupton? Domethënë na ose për shembull, prem të shtunë dille, i ki numra del Shqipnia është një portal del dhe ka zonë 10.000 kere, 11.000 kere dole në Kosovë. Del Malzi del. Veç paramendo sa është ky numër i madh, a na vazhdojmë me mbyll restoranat tonë, vazhdojmë në mënyrë mos me zgjedhje milion hapun, do thonë a mirë dikush me këtë punë, a e sheh, a i analizon parametrat ekonomik. Mendoj që jo, është tragjike. 2, po flas në ndërtimtari. Kur ti krijon një qësi atmosfere depresive, a besom që jo depresive, po atëherë edhe interesi i atyre që janë tri me ardhë Kosovë zvoglohet. Kur zvoglohet, vjen shitja, vjen ndërtime të reja. Ndërtu me bleni banes, një shtëpi, e tash, kjo ndërtimtaria nuk është puna veç banesa, është tulla, bloku, hekuri, armatura, cimenti, firmat që bojnë transport, gjelltore, është sistem që lidhet, në më thonë, thjesht që kjo po mbrengos, unë pikrisht po flas për veti, është nuk o mirë që unë po e qe për këtë mesazh, po e përqej këtë mesazh për me ndigju dikush, në emën të dikush një tatim pagusin dhe a besëm që shumë meshtëmime në njësaj. Unë shumë investime i kom përqendru kohë e fundit jashtë.
I kom përqendru jashtë, besom Tunis për asaj që problem me takuni ministrë, problem me buni takimin e njerë. Na njerës që jem biznesin, njojmë njerës shumë të fuqishëm, njerës që kanë pesh, energji, nuk kem. Thashën e diplomacia ekonomike, këto të gjitha janë, nuk është veç biznes, është edhe diplomacia ekonomike, janë kontakte. është hupa e tragjike është që janë... Përfundu me, a ka shpresë për me rikthy pozitive dhe si munde me? Shumë përdu 2 minuta të fundit. Pyetjen më të mirë e ki bo sot, une e kam një fjali që e përdori shumë, që e kom pa dikon, thot nuk ka kështjel të pamposhtur, ka vetëm general të dopt. Apo kuptan? Më thonë, kjo është një fjali që ka shumë pesh, ka prapavi. Më thonë, në fillim thash njerës të sukseshëm mësojnë prej dështimeve, jo për suksesit. Se kur ki sukses, njerës të arejnë krajnë, bravo, Muhamet që ki bo. Kur ki dështu, nalësh e menon, se nuk vjen kërkush me ty. Për nalësh e menon. Dhe më thonë, nuk ka tragjike që kemi janë të rishtu, po du të mi qelë sytë. A ke, du të më nadolë gjumi pra? Do të më thonë, du të mi qelë sytë. Asë nuk është ideja sot, hajde të bashkohëm, se në demokraci gjithkon kërkosh të bashku me kërkonin. Po ato t'i bim njerës të meqëm, njerës të më pozita që e kanë kallzu një rezultat. Edhe më dhonë apsin, qikave edhe t'jame 3... Njerës vendi mars pivi, njerës që kur njerës kanë punu kur gjo. Apo kuptan, njerës i cili në tavolin, kur t'ullesh me ta, është ekspert me ta palu për një temë, më konë temë e bisedës 2 dit, edhe realisht më së pas kur varë për mbajtje. Jemi lodhë mo. Unë i kam thmit e mi. Më thonë 2 djemë që i kanë studiu në Londër. Njoni është të magistru në Imperial, në Londër, tjetëri ka kry London School of Economics. O ata kur vinë me një qëtër mindset. Apo kuptan, nuk e këshyr as portalit, as nuk e këshyr Komendin e Kosovës, se nuk i do këtë interesant, nuk ka përmbajtja. Ati interesant diçka që është tangible, që është e prekshme, edhe që aty kapet. Rinia sot nuk interesojnë këto vurbëlla, interesojnë materia. E ftoj njerës, vendi mars, i ftoj që pushteti është kalus, projektet makroekonomike janë diçka që i mesin këti vendit. Nëse do në dikush mi majtë në men, më thonë, nëse duhet mi majtë dikush në men, duhet më kapën projektet ndoja, duhet më kapën në energetik, e përmena gasin në hekurudha projekte edhe autobane, të cilat faktikisht autobane për Gjilan Sukry. Mitrovicu me që 10 vjetë rruga... Mitrovicu me. Jena me në tonë. Siguru prej 2021 në pej, janë të siguru me pare, 196 milion, nuk është kry. Ka që Kosovë, kur ta këqyrë hartë në Kosovë... E po du me thonë, na jemi shtetë që kur t'i hypim keret mas 40 minuta jemi në kufi. është letë me ndërtu këtë punë, është të më thonë ose nuk ka nerë me ja kry dykëna me ja që asfalti se me shekullën i steli. Qëllimisht e bona këto pyetje të fundit për mesazh pozitive dhe menoj që jashtëzakonisht edhe impresionuese për njerëzit që e shikojnë intervistën dhe lexojnë intervistën në Telegraf. E fundit e poshtet te kolegët e mi të magazinës, rubrika magazin, një shkrem Gazmenda Broshi bëhet fytyra e Kuptinës Services Global Man & Co. Do më thëmë, përveç sfidave probleme, po gjenë mundësi dhe ko dhe se është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesa tjetër për me vepru, sepse nuk është gjithmonë veç të më suksesi në aspektin edhe politik, edhe ekonomik, po janë edhe aspektet tjera, qoftë me umarë me diçka sportive, qoftë me umarë me letëthemi me jetët sportive, me aspektin e cilën, a më nëshmë në tregu pak shkurt? Po, unë kom marrë një ftesë prej gazetës Global Man, për me skjaru opinionit, është gazeta Global Man, që dedikohet moshkëve kryesisht, edhe Global Woman është gazetë e cila del në shitje në gjithë trevat shqiptare. Hubin kryesore ka në Londër edhe në Tiranë, për ndryshe shitet në gjithkun ku ka shqiptarë. Dhe më thonë, kër e kom lexuar profilin e gazetë, kryesisht ka pas njerëz suksesshëm të artit, kulturës, politikës dhe biznesit. Më ka ardhur mirë që dikush e ka vlerësu, me më qitë në Kopertin, po, me gjithë kërë e kom pa vetë në Kopertin se kom ljofta, po qështë do koftë, është një falloj... E tash, është ma letë më morë me qëto tema, a me këto tema që të diskutum, se ka njerë... Bes, ati qysh, unë jam njerës që kom qep mu balafashu me temat noja. Se këstoj njerës që, unë e thëmë... Me konë rutina e njej. Na futbolin e dojmë krejt moshkujt, po dhe me thonë 90% kem qep me këshirë futbal të madhë, ose futbolin e vogët s'kem qep. Në thonë, kom qep me lytë futbal të madhë, nëse
Se futbollit madh lën mundësinë manevrimit, lën hapësirë dhe e më atraktiv, po. Po si do të qoftë një merit e kom një vetë mirë, më ka rrezet kur dikush më ka ftu, më ka qitë në gazetë, plus e kom pa kush është në atë gazetë, kom pa edhe njerëz të suksesit që janë edhe në Shqipëni, edhe në Kosovë. Është një faj merite, një farë meritokracie për ato që e ki bo, që e ki punu. Po, faleminderit ati që e ka vlerësu edhe ju që e keni do informatën. Zote Gazmend Abrashi, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi, faleminderit. Shikoj nderuar, ishim me ndërmarrësin nga Kosova, Gazmend Abrashi, me cilën natyrisht diskutuam për çështjet ekonomike të bërit biznes në Kosovë, temat e mëdha që i duhen në aspektin ekonomik, zhvillimit ekonomik, madhore, sepse gjatë intervistës u vlerësua që Kosova ka nevojë për projekte të mëdha, për zhvillim ekonomik, ma shumë ekonomi e ma pak politik dhe diskutim në diskursin publik. Shihemi në intervista tjera të radhës.